Hejo njerëz të bukur si jeni sot, e prëmte, ditë e fundit e shkollës, po. E shtune e djel kemi përpara. Në vend të zgjohemi që në 7 të mëngjesit, që në 6 nesër. Më kuptoni shumë mirë se pse them. Ja edhe djali bënaz edhe ky do një çita marrshme për këdheli, që të çohet të vej në shkollë. Po. Ça të bëjmë? E bindëm në fund, sa do që pëlqen shumë shkolla. Çfarë gatova sot? Gatova një recetë që e pash nga një vajzë shqiptare, nuk jam mbaj mirë emrin, në qoftë se e dini shkruani në komente. Është buk misri me fasule, kur të mbeten fasulet, po mund ta bësh buk misri. I hedh 200 gram miell misri, një lugë të madhe me miell gruri, pak sodë, kripë, edhe këto më duke se do, mbase sa harrova gjë, edhe vaje përsipër. E bën kështu tëk, e vë në furrë, edhe pastaj e nxjerrë kur është pjekur një çikë që ta presësh, që të dali më e lehtë në fund, që të dali copa. Të them të vërtetën doli shumë e shijshme, më pëlqeu shija që kishte, sado që unë s'kam provuar ndonjëherë byrek me fasule, këto që e di që janë shumë të shijshme, po nuk i kam provuar. Kjo më pëlqeu, ishte e thjeshtë dhe e shpejtë. Të pi dhe unë një kafe tani, të qetësonim një çik. Sa të fillojmë punën e mbasdites. Ika tani, të jeni mirë. Ciao.